fillore Liria Shkup, 9/4/2020. Mësimi I sotit pra do të mëj është për grafiku I funksionit linear. Para se të fillojmë pra me njësinë mësimore, të mësojmë për qëllimet e saj, të përkujtohemi nga mësimet e mëhershme nga sistemi koordinativ këndrejt, të caktojmë elementet e sistemit këndrejt koordinativ, funksionet linear të llojit y barazim x plus c, si plotësohet tabela duke llogaritur vlerat e x dhe të y-it, vizatimi I drejtës dhe caktimi I zerëve të funksionit. Jam në shpresë se ju jeni të përgatitur parapragisht përpara vetes keni libra dhe fletore, sidomos edhe lafza, që të mundemi pra para vetë të bashkëpunojmë së bashku. Fillojmë. Grafiku I funksionit linear nga klasa e 7 dhe klasa e 8, kemi mësuar se si vizatohet grafiku I funksionit linear të llojit y barazim x plus c. Ja pra edhe një herë të përkujtohemi në vizatimin e sistemit koordinativ këndrejt. Në fillim vizatojmë boshtin x. Bosht ose drejtën numerik. Pastaj vizatojmë boshtin y. Duhet keni parasysh ose të bëhet pra të jenë në prera ose reciprokisht normale, për ata edhe quhet sistem këndrejt koordinativ. Ndahen në pjesë të barabarta edhe boshti x edhe boshti y. Shiqojmë pra, ja, në fillim ndarja e boshtit x, pastaj ndarja e pjesëve të barabarta me njësi të barabarta edhe të boshtit y. Në mes shënojmë pra pika e mesme ose qendra e sistemit koordinativ. Shënohen numrat nga ana e djathtë, pra numrat pozitiv, 0 dhe nga ana e majtë numrat negativ. Po ashtu edhe të boshti y, lartë shënohen numrat pozitiv me të kaltër të shënuar edhe nga poshtë pra shënohen numrat negativ. Në mes quhet kjo qendra e sistemit koordinativ si shtamë herët, kurse boshti x pra quhet boshti I afshisës. Edhe të y pra quhet boshti I ordinatës. Vazhdojmë atutje. Me të shtrirë sistemi koordinativ në rafsh, atë e ndan në 4 pjesë. Kemi mësuar më herët, pa pjesë 4 kuadrante quhen ndryshe, në kuadrantin e parë, kuadrantin e dytë, në kuadrantin e tretë dhe në kuadrantin e katërt. Ja. Sistemi e këndrejt koordinativ dhe kuadranti I parë, I dytë, I tretë edhe I katërt. Çdo pikë në sistemin koordinativ të shënuar pra A, B, C, D, quhet pika koordinative, që caktohet me vlerat e x-it pra dhe të y. Si që shihni pra në shembullin e parë, është vendosur pika A me vlerën e x-it dhe me vlerën e y. Shënohet pra A-ja me pikën 0. Pra shihni tash. A-ja 4, 2. Pastaj pika B në kuadrantin e dytë, si që shihni, pra x-ja është negativ, kurse y është pozitiv. Ja, pika B dhe koordinata -2, x-i 3, y. Po ashtu e shënojmë në kuadrantin e dytë, pika C, si që shihni pra vlera e pikës C, edhe x-i negativ, edhe y është negativ. Dhe pika D,
4 minus 4, pra d-ja është x-i është pozitiv, kurse y-i negativ. Sistemi koordinativ pra për herë të parë e ka paraqitur ose zbuluar pra shkencëtari ose matematicisti francez René Descartes. Grafiku i funksionit linear i formës y ma x plus c. M-ja quhet koeficienti i drejtimit, kurse c-ja anëtari i ligjit. Pse koeficienti i drejtimit? Ose për arsye se çdo grafik pra i funksionit të formës y dx plus 1 pra mx plus c pra ka pra drejtimin e vetë. Ja si që shifni në tabelë, utilizatojmë pak më shpejt, pra i kemi pas si edhe më herët të paraqesim. Ja, për vlerën e x-it minus 3, pra y del minus 5. Që se logarizim pra 2 herë minus 3 minus 6 plus 1 minus 5. Për vlerën e x-it 0 del 1, për vlerën e x-it 2, y pra 2 herë 2 4 plus 1 5. Një shembull nga libri pra, cakto koeficientin e drejtimit të drejtave. Y barazi 6x minus 1, b-ja y barazi 5 minus 3x, dhe c-ja x plus 2y minus 6 barazi. Si që shifin vetë pra të 3, këto shembuj pra nuk kanë formë të njëjtë. Forma të drejtë është pra vetëm e para nën a, kurse dy të tjera nuk janë. Kështu që duhet në fillim pra paraprakisht të rregullohet, pastaj edhe të caktohet koeficienti i drejtimit. Në a, si që e pam pra, 6x minus 1, 6 është koeficienti i drejtimit. Të b-ja, y barazi 5 minus 3x, pra e rregullohet pra, y minus 3x plus 5, që do të thotë se koeficienti është minus 3. Detyra në 3, në c, pra x plus 2y minus 6 barazi me 0, rrjedh 2y barazi minus x plus 6 barazi me y minus x plus 6 të për d, ose kur pjesëtohet pra del minus 1/3 x plus 3. Që do të thotë se koeficienti i drejtimit është pra duhet të zbulohet, do të thotë është minus 1/3. Me kaq përfundojmë me këtë njësi mësimore për detyrat e shtëpisë, pra e keni në faqen 168, detyrën e dytë.